Depresioni pas lindjes, i njohur si postpartum, mbetet një temë ende pak e diskutuar në Kukës. Punonjëse sociale shëndetësore dhe konsulentja e paslindjes Irena Daniolli thotë se termi ka nisur vetëm së fundmi të njihet më gjerësisht, ndërsa shumë gra e përjetojnë pa e kuptuar se bëhet fjalë për një gjendje që kërkon vëmendje dhe mbështetje profesionale. Depresioni postpartum është çrregullim emocional i cili shfaqet pikërisht pas lindjes së foshnjës. Mund të themi që jemi në fillimet e njohjes si çrregullim. Shenjat më të njohura të depresionit lidhen kryesisht me humorin, çrregullimet e humorit dhe emocionale, ankth dhe nervozizëm i vazhdueshëm, çrregullimet e gjumit dhe të ushqyerjes. Daniolli thekson se ende nuk ka një ndërgjegjësim të plotë për terapitë që mund të merren në raste të tilla. Për fat keq nuk kërkohet ndihmë. Për sa i përket shëndetit mendor të paslindjes nuk kërkojnë, nuk pranojnë të marrin informacion në momentet e paslindjes, e shikojnë si diçka që mund të kalojë vetë. Në fund, Daniolli thekson se mbështetja emocionale nga partneri, familja dhe rrethi i afërt është thelbësore. Nëna ka nevojë shumë për mbështetje, qoftë fizike, qoftë emocionale. Në momentin që këto të dyja mungojnë, kjo mund të jetë një nga shkaktarët kryesorë ku baby blues kalon në depresion. Mbështetja, ndërgjegjësimi dhe aksesimi i terapive të duhura janë çelësi për ta bërë postpartumin një përvojë më të menaxhueshme dhe për të ruajtur shëndetin mendor të nënës dhe foshnjës.